Gjatë 34 viteve të shërbimit në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, Wesley Clark arriti gradën gjeneral me 4 yje dhe shërbeu si komandant suprem i NATO-s. Gjatë karrierës së tij, ai morri një numër të madh dekoratash ushtarake dhe çmime ndere, përfshirë medaljen presidenciale të lirisë në gusht të vitit 2000, çmimin më të lartë civil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1994, Clark u emërua drejtori planeve strategjike dhe politikave në Shtabin e Përgjithshëm të Bashkuar, ku ishte përgjegjës për hartimin e strategjisë globale ushtarake të SBA-s. Në këtë rol, ai kërkoi që Pentagoni të përgatiste një strategji të qartë daljeje për ndërhyrje në Haiti. Në vitin 1995, ai urdhëroi në Ballkan si negociatori ushtarak i SBA-s përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Bosnjë, duke luajtur një rol vendimtar në bisedimet e paqes në Dayton. Si komandant suprem i NATO-s dhe komandant i komandos evropiane të SBA-s gjatë vitit 1999, Clark drejtoi operacionin Allied Force, misionin e parë të madh luftarak të NATO-s, i cili shpëtoi rreth 1.5 milion shqiptar nga spastrimi etnik në Kosovë. Së fundmi, Wesley Clark ka pohuar zëshëm se Serbia synon të pushtoj pjesën veriore të Kosovës dhe të ndaj Bosnjën për të krijuar një Serbi të madhe. Madje Serbia, sipas generalit amerikan në pension, është përfaqësuesja e Rusisë në Ballkanin Perëndimor.